Përshëndetje të nderuar teleshikues. Por I takojmë në emisionin Shqip-Romisht, na njihni, pastaj na paragjykoni. Shukar dikipe, shunetralen patjavalen, dikasa me namare emisioneste ti romani qip, em ti gajikani qip. Ta avena men sorat eden tu maro angli patjejpe. Dhe pa unë burko, po ju prezentojmë rubrika dhe materialet që do të keni mundësi të ndiqni në minutat në vijim të këtij emisioni. Si fillim do të jetë rubrika Info, ku edhe këtëherë grupi Yni Xhiribi do të na sjellë lajme dhe kronika nga minoriteti rom dhe migjer. Në rubrikën sociale do të flasi për një nga pasojat problematike që sjell divorcin në raportin bashkëshortor. Pjesë e kësaj drame janë dhe fëmijët. E pra, në këtë rubrikë do të ndalemi tek divorci dhe pasojat që mbart ai tek fëmijët. Dhe në mbyllje do të jetë rubrika Të njohim gjuhën rome, ku edhe sot në minutat e kësaj rubrike do të ndjekim zgjedhimin e foljes jam. Shikim të këndshëm të minutave në vazhdim. Amare emisioneste avdive ka dasi rubrika Info e minevimata kato minoriteti rom. Ti rubrika social në kavaqeras, to problemja anedha u muklaripe, to maksemja, to pandipe ka das, o alsaripe të la fesko me sinom. Shukar dikipe. Që prej tetorit të vitit 2010 deri në janarin e vitit 2012 në qytetin e Korçës kanë lindur mbi 4800 fëmijë. 40% e tyre I përkasin minoritetit rom, por familjet e tyre ende nuk kanë marrë shpërblimin e lindjes. E pra kjo dhe të tjera lajme e kronika do të jenë në fokus të rubrikës Info. Nga tetori vitit 2010 deri në fund të janarit 2012, në qytetin e Korçës kanë lindur 4870 fëmijë. Pas një përllogaritje të përafërt, në bashki deklarojnë se 40% të porsalindurve janë të prindërve rom dhe egjiptian. Ardhja e tyre në jetë ka rritur gëzimin në përfamilje. Kurse qeveria ka vendosur ta shtojë këtë gëzim duke I shpërblyer me nga 5000 lekë, por prindrit e vogëlushëve, për shkak të mosdërgimit të fondit nga vetë qeveria, nuk e kanë marrë këtë shpërblim. Bën të ditur Larisa Katundi, përgjegjëse e publikimeve në Bashkinë Korçë. Pavarësisht se Bashkia e Korçës, së bashku me gjendjen civile të qytetit, dërgojnë dhe raportojnë për çdo fund muaji tek Ministria e Brendshme numrin e fëmijëve të porsalindur, të cilëve ju takon të marrin të shpërblim, që prej tetorit të vitit 2010, nga Ministria e Brendshme nuk është marrë asnjë masë dhe nuk është lëvruar asnjë fond për këta fëmijë. Për fëmijët që kanë ardhur në jetë në qytetin e Korçës, nga tetori viti 2010 e deri në fund të janarit 2012, qeveria duhet të lëvrojë drejt financës së Bashkisë Korçë një fond për 23.790.000 lekë të reja. Në mjediset e qendrës kulturore Dimitër Orgocka Maliq është të zhvilluar aktiviteti prezantues I grupit këshillimor komunitar, I krijuar me nismën e disa të rinjve, të cilët vullnetarisht dëshirojnë të ndihmojnë komunitetet në nevojë, siç janë ata rom dhe egjiptian të këtij qyteti. Florian Karafili, njëri prej nismëtarëve të krijimit të këtij grupi këshillimor, thekson se qëllimi është evidentimi problematikave të komuniteteve në nevojë nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme dhe krijimi një pasqyre me të dhënat e nxjerra nga grupi I përcaktuar. Pas punës në terren është të mundësuar çelja e një ekspozite fotografike e titulluar Problematikat e fëmijëve, realizuar me fëmijët e komunitetit rom dhe egjiptian të qytetit Maliqit nga fotografi talentuar Heri Xhega. Nëpërmjet fotografive të paraqitura u dhan mesazhe sensibilizuese për shoqërinë dhe institucione që preken direkt nga kjo tematikë. Kryetari I Bashkisë Maliq Gëzim Topçiu, drejtues të shkollave nëntëvjeçare dhe të mesme, përfaqësues të organizatave jo qeveritare, qytetar, nxënës dhe prindër, të ftuar në këtë takim, kanë dhënë mbështetje maksimale për punën e nisur nga ky grup këshillimor komunitar, I cili po evidenton problematika socialo-ekonomike dhe arsimore të grupeve në nevojë. Sajmir Rushiti është nxënës I vitit të dytë në shkollën e mesme artistike Tefta Tashko Koça. Ai vjen çdo ditë nga qyteti Pogradecit ku banon, me dëshirën e madhe të bëhet mjeshtër në interpretimin e instrumentit të klarinetës. Ai dëshiron të bëhet artist, pse jo edhe me shkollë të lartë artistike. Unë kisha pasion klarinetën. Arsimimi muzikor këtu e fillove ta marrësh apo dije më përpara diçka? Po dija. Ne ku isha në shkolla ime. Pastaj edhe këtu. Familjet kanë mbështetur? Po, aq me pak mundësi. Në shumë shkolla. Si e mendon të ardhmen tani? Unë të ardhmen time jem të ndalë një profesor. Çfarë do t'i thojë gjithë bashkëmoshatarëve rom që kanë prirje për muzikë?
do t'ju bëja thirrje që mund të vazhdoni shkollën. Mësimet për njohjen dhe përvetësimin e instrumentit për Sajmirin bëhen nga mësuesi i talentuar dhe mjeshtri virtuoz në interpretimin e klarinetës Alex Xhelili. Sajmiri vjen nga komuniteti rom. Sajmiri është djalë pa probleme, që e do instrumentin, e do muzikën, dhe mundohet përpiqet që edhe në landet e tjera shoqërore të jetë sa më saktë, të jetë në rrjedhën në lartësinë e shokëve të tjerë që mësojnë në klasë. Jeta nuk e ka përkëdhelur Sajmirin. Pas divorcit të prindërve ai jeton me nënën dhe dajon, të cilët janë tregtar shëtitës. Edhe pse në gjendje të vështirë ekonomike, ata i kanë mbështetur moralisht Sajmirin në zhvillimin e talentit të tij. Nek dedikas i rubrika Info em inevimata kato gjivdipe romandikano. Kato 2010 te Masečesko oktobra, amare dizate Andi Korça, biandile shtar hiladu oktoshelu eftavardesh maksamja. Sar amari komuna qeredha jek gjenipe, kaj 40% istale kato minoriteti rom, em o komuniteti egyptian. O aipe akale maksamengo to familje istalo jek shukaripe, em o raipe ti Albania, delalen akale maksamenge samo penda hilade. Amandato 2010 gjikaja këna, amaro rajpeti Albania da na ydedi akale dajengje, kaj biande akale maksemen. I komuna Andi Korça u gjarela kaj te lelo fondi kato rajpe bishutrin milionia em eftashelu e një vardesh hilade neve love. Titikni dis Ando Maliq undiloj jekshukar aktiviteti ti këndra Dimitër Orgocka. I nevi organizata e ternencar kaj majla te avel e familjenje romenje e modole egyptianenje po parshe kaj silen problemja socialno-ekonomike titikni dis Ando Maliq. Oje kato grupi e organizatako o Florian Karafili, vaqerela kaj amen e malencar ka një kavas që ti familje i silen akale problemja. Ti komuna Ando Maliq piradili ili jek ekspozita kaj vaqerela i problematika e maksëmengjiri. O sherutno e komunako Ando Maliq o gëzim topqiu e mo maksëmja e si klarimjasqe e o organizate e mbut dada e maksëmengje i si ne prezent akale aktiviteteste kaj ka qeren buti em ka nikaven o dole familje ka i silen qërqek problemja socialno. Akale tikne dizate Ando Maliq. O Sajmir Rushidi istalloi qavo katidis topogradeci. Avela gjdo dive vordonesar amaredizate Korça kaj gjallat i shkolla tefta tashko koqo, em siklolla i klarineta. Sa di qoqë i shkolla këtë, të malenca saris në të profesorenca saris në këtë? Budu laçoj se në kalër në ma laçoj. Koni si tiro profesori? Miro profesori si Alex Xhelili. Of si ka vela tut? Po, ishi budu laçoj. So ka që se tërnegje, ka jo le të vazhdonem për shkolla, mi ma të vazhdonem për shkolla, ka cilës talenti va ver ti muzika, apo va ver që shiti zanati, të ciklon, mi ma të ciklon. Sa vaqez atu? Me romen që ka vaqera që të vazhdonen i shkolla, ma të braktinin i shkolla. Sa dhe ki muzika, apo i li va ver shkolla? Dhe i va ver shkolla, ma në gjolla pës. E Sajmiresko baro profesori kaj si kavelales istalo o Alex Xhelili. E Sajmiresqi daj istali uladi peromestar e moçavo Sajmiri beshela pedasar. Oj biknela to foro po gradec. A kja familja i sila problemja socialno-ekonomike. Aman i daj e modaia e Sajmiresko beshela po pashe akale qavesqe kaj te gjalti shkolla em te ovelli kshukar talenti ti klarineta. Në emisionin e kaluar folën për divorcin i cili sot po gryen institucionin e martesës, duke e parë këtë problem social në marrëdhënien midis dy bashkëshortëve. Sot më shembull konkret kryesisht nga minoriteti rom, ju referuam statistikave zyrtare dhe dëgjuam dhe mendimin e sociologut. Por divorci prek jo vetëm bashkëshortët, por edhe fëmijët, të cilët e përjetojnë dhimbshëm
këtë fenomen. Në rubrikën sociale në këtë kuadër sot do të ndalemi tek detyrimet ligjore që kanë palët pas ndarjes bashkëshortore për kujdesin ndaj fëmijës. Do të sjellim opinione nga realiteti ynë. Do të njohim me dispozita ligjore që zbatohen nga zyra e përmbarimit, si dhe do të dëgjojmë mendimin e sociologut, i cili do të jetë i pranishëm edhe në emisionin e sotëm. Të emisioni anguno, amen vaqerdam e muklari mjastje. E mësoan edha të duj muklarde. Avdiveti rubrika social në kavaceras, soan edha o muklari brejt, jek familjatet të maksemja. Te dikaso opinionja em o oraliteti. Sopren edha i thami, emi godi kati sociologe. Duke jetuar vetëm me një prind, edhe stabiliteti ekonomik i familjes së ndarë mjafti i lëkundur. Realiteti sotëm flet për njerën palë që për kujdeset për rritjen e fëmijëve e sakrifikon shumë nga vetja, dhe përballë këtij realiteti është pala tjetër që nuk kontribon as pak në këtë drejtim, duke mos dhënë as edhe detyrimin më të vogël moral. Le të ndjekim kronikën e përgatitur në Minoriteti Rom nga gazetarët Jorgjeta Gjanshi, Marinela Kosturi dhe operator Sokol Yska. Rritja e numrit të divorceve, kryesisht tek familjet rome, sjell edhe pasojat e kita e fëmijëve. Në të shumtën e rasteve janë nënat ato që sakrifikojnë për rritjen e fëmijëve, ndërkohë që shumë prej baballarëve nuk tregojnë as edhe më të voglin për kujdes, duke harruar edhe detyrimet ligjore siç është pensioni ushqimor. Sa fëmijë ke? Një djalë. A kujdeset ish bashkëshortit tuaj për fëmijët tuaj? Jo. A ke përfituar pension nga ish bashkëshortit tuaj për djalin tuaj? Jo. Asë një gjë s'ka, qarë do më jap. A e dini se si përfitohet pensioni? Jo. Nuk e dini. Jo. Nuk keni drejtuar në ndonjë nga institucionet për të mësuar se si përfitohet? Jo. Jo. Si e përballoni jetesën në kushte të tilla? Si e përballon pa shtëpi, pa gjë, s'ka me kempin e mamit, me asistencë. Fëmijët i çoni djalin më saktë, e çoni në shkollë? E çoj. Si e përballon blerjen e librave të tij? Ku me libra, ku pa libra, ku çveshur, ku jakshu. Si e ke emrin? Emra. Sa vjeç je ti Emra? 12. Shkon në shkollë? Po. Në ç'klasë klasje? Të 4. E një babain tënd? Jo. Nuk e ke takuar asnjëherë babain tënd? Jo. Do të pëlqente të jetoje me babain tënd? Jo. Pse? Se pi. Do doje të kishe një shtëpinë tënde të jetoje me mamin? Po. A keni fëmijë? Kam një vajzë, është 9 vjeç. A kujdeset ai për fëmijën? Tani jo më. Nga gjykata është caktuar një pension në një kuotë 50.000 lekë, mirë pa ai nuk e respekton urdhrin e gjykatës. Ju vetë ku jetoni? Në Korçë, tek prindrit e mi. Sa fëmijë ke? 2 djem. A shkojnë fëmijët në shkollë? Ja. Pse? S'kemi. Me të shkon dita t'i shpjem fëmijët në shkollë. Ku jeton ti? Në Mamaja. Sa kohë ke qenë ndar nga ish bashkëshorti? 15 vjet. Me çfarë të ardhurash jeton ti? Me një asistencë. Ish bashkëshorti juaj, kujdeset për fëmijët? Jo. As një pension, as një rogë? As një pension, as një gjë. Fëmijët tuaj, a kanë lidhje me babain? S'para i profil fëmijëtaj. Dhe s'para kanë lidhje fëmija. Nuk janë ankuar për të marrë pensionin e fëmijëve? Jo. Pse? Pse jam ankuar se një fëmijë ma dha mua gjyqi, një fëmijë dha ati. Po pension nuk i ka dhe? Jo. Çfarë tha gjyqi? Një fëmijë takon ati, një fëmijë takon mua. Djalën e mathe morja ai, voglën e mora unë. Si përfundim i mora unë të dy. E po i bëjmë një asistencë. Si e ke përballuar gjithë të vështirësi? Me shumë të probleme. Dhe në të tilla raste, gratë e divorcuara si mbështetje të vetme shohin prindrit e tyre.